Shokët e klasës i bëjnë homazhe Jessicës, prokuroria urdhëron autopsinë e familjes shqiptare që u shua në Itali. Jessica do të jetojë përgjithmonë në zemrat tona, na mungon shumë, shkëlqeve dhe do të shkëlqesh gjithmonë. Kështu e kujtojnë shokët e shkollës dhe miqt 15 vjeçaren Jessica Kola që humbi jetën së bashku me babain Arti, nënën Jonida dhe vllain Hajdar si pasojë një rrjedhje monoksidi karboni mbrëmjen e smërkurës në Porçarit Italisë. Mbrëmjen e sejntes, shumë të rinj së bashku me prindrit e tyre u mblodhën për të kryer homazhe për humbjen e madhe. Dhimbja për këtë tragjedi ka prekur edhe një tjetër shkollë të mesme, atë të Porçarit, që frekuentohej nga kushuriri i Jessicës dhe Hajdarit, djali Durim Kolës, vëllai të Artit, i cili mbrëmjen e smërkurës hyri në shtëpi së bashku me karabinierët duke u përpjekur të shpëtonte familjen. I shtruar në spital po atë mbrëmje, pasi kishte thithur edhe vet monoksid karboni, Durimi u kthye në shtëpi të enjtën dhe është jashtë rrezikut për jetën, por thellësisht i tronditur, shkruan Korriere. Nuk arrita t'i shpëtoja, u ka thënë ai njerëzve të afërt. Prokuroria Lukas do të urdhërojë autopsinë e trupave, ndërsa shtëpia mbetet e sekuestruar. Hetimet teknike po vazhdojnë dhe nuk përjashtohet mundësia e një ekspertize mbi kaldajën. Për momentin nuk ka persona të regjistruar si të dyshuar, megjithse është hapur një dosje për vrasje nga pakujdesia e shumëfisht.